Përshëndetje të nderuar shikuese ju adhurues e basketbollit. Jemi me pamje direkte nga palestra Karagaq në Pej, këtu ku do kemi një super ndeshje në kuadër të Ligës Unike në konkurrencën e femrave. Peja 03 është negocire e Partizanit, duel direkt për pozitën e 4 në renditjen tabelare, duel ky i cili do të jep njerëz nga këto dy skuadra vendin në Final Four. Do të jenë kjo pra është gjiroja para fundit dhe skuadra e P03 duhet i fitoj që të dyja ndeshjet. Nëse do të përfundon pra në pozitën e 4, aktualisht të dyja Partizani e P03 janë me nga 12 pikë të grumbulluara, pikë pra të paraparta. Në anën tjetër skuadra e Partizanit në duelin e fundit do të takohet me skuadrën e Tiranës, pra derbi i qytetit të Tiranës, kurse P03 udhëton në Vlorë, ka punë të vështirë. Gjithsesi kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për të dyja këto dy skuadra, të cilat definitivisht sot do të japin më shumë se 100%, po e shohim pra edhe renditjen tabelare. Bashkimi tashmë në pozitën e parë larg me ekipe tjera, në pozitën e dytë Lagmërtari, pozitën e tretë ishte Tirana dhe tashmë P03 dhe Partizani luftojnë për pozitën e 4. Po e shohim tashmë edhe peshën startuese tek ekipi i P03, Toll Freeland, Vraniqi, King dhe Sar startojnë tek ekipi i P03. Në anën tjetër po shohim edhe peshën startuese tek skuadra e Partizanit, Hagans, Catherine Dick, Rodriguez, Acton dhe Meg Bake do të startojnë tek ekipi i Partizanit. Shohim si do të rjedhin gjërat. Një peshë e skuadrës Partizanit plotësisht e huaj, pra 5 lojtarë të huaja janë në peshën e parë të ekipit të Partizanit. E dim që ekipet e Shqipërisë luajnë me rregullat e tyre, ndërsa ekipet e Kosovës luajnë me rregullat tona. Kështu që në fushë kam 5 të huaja dhe një përparësi për ekipin e Partizanit, por nuk e di se çka të them, a mund ta quajmë përparësi fakti që bashkimi është në pozitën e parë në renditjen tabelare. Tregojnë që nuk do të thot asgjë edhe nëse janë 5 lojtarë të huaja në fush. Do të ndikon rezultat, kemi mjaft lojtare kualitative vendore në vendin ton, por edhe Shqipëria ka lojtare mjaft kualitative vendore. Gjithsesi do ta shohim se në këtë ndeshje si do të jetë ndikimi. Po besoj që tashmë më në fund mund të themi gjithçka është gati për të startuar. Kjo ndeshje e cila ka rëndësi, e thash, ka rëndësi të veçantë dhe është direkt për pozitën e 4 dhe pozitë e cila jep një vend në Final Four. Një gjë është e sigurt pra që Final Fouri këtë vit do të mbahet në Shqipëri dhe mëtej nuk është caktuar definitiv pra lokacioni. Gjithsesi diku gjatë këtij muaji pra do të jenë ndeshjet e Final Fourit. E dim që vetëm edhe një gjiro pas kësaj është në kuadër të sinorit të rregullt. Është gati të starton dueli, topi i parë në duart e vashave të Partizanit. Rodriguez tek Meg Bake, të cilës i rrëshqet topi nga duart. Sulmi skuadrës P03 me një arvim pikët e para nga Sar, një lojtare me shumë përvojë. Toq Omu Sar, e cila i ka shtuar vlerën ekipit. P03 personale ndaj Acton
cila do t'jetë në vijën e quajtjes lirë. Qëllon në tentimin e saj të parë. Të dytën nuk është e sakt. Topi në duart e King. Sara Vraniqi të Sar. Edhe njerë Vraniqi. Këtën topin të King që gjuan për 3 pikë. Nuk është e sakt. Luft për top Toll Free. E merë topin në kësh. King, Toll Free. Sar. Landrum. Dhe për të Landrum deri në fund. Nuk arriti të realizon. Dëvërtimin e saj Landrum në anën tjetër, vjen treshja e Partizanit me Catherine Dick. Sar. The King. Landrum. Kërkohet Toll Free nuk ka hapësirë, bukur ai top të Sar, e cila në shëllon për 4-3 në këto minutat e para të ndeshjes. Akten tek McBake, gjen dëbërtimin deri në fund. Ka personale. Ne shojmë dëbërtimin e McBake. Ndaj McBake, më falni. King. Jordan King. Cila jep gjithashtu 2 të lira ekipit të Partizanit. Sara McBake nuk qëllon në tentimin e saj të parë. Sakën të dytën. Nuk arrin të e pranon topin Vraniqi. Nuk e lejon që të zhvillohet kësaj radhe Vraniqi ky son. Gjithsesi, topi do të vazhdon t'i takon skuadrës Partizanit. Mbrojtje e mirë edhe më tej. Nuk ka tentim, vjen tentimi në fakt për 3, jo edhe pikët nga mysafirët. Landrum. Vraniqi, The King. Toll Free, do të tenton për një treshe, realizon Toll Free. Po të hinë në seri të tresheve Toll Free, e njoj mirë që nuk din të ndalet. Shojma do ketë një natë të tillë sonte. Në anën tjetër, Akten do të tenton për 3, nuk është e saktë, do vjen duart e King. Landrum. Landrum blokohet nga McBake. Topi do të vazhdon t'i takojnë skuadrës 5-0-3. Landrum. Vraniqi, gjuan për 3 pikë, nuk është e saktë. McBake. Dalet të këtën të Hagan stopin Akten. McBake për 3 pikë. Shkurtër tentimi topin në duart e King. Landrum. Dalet. Landrum. Deri në fund Landrum edhe njerë mbetet e shkurtër, lufton për top. Luj me këmbë është. Ne shohim njerë momentin Akten ka luajtur e fundit. Në pronësia në anën e skuadrës së 5-0-3.
Kalojnë 5 sekunda, nuk arriti që Landrum të rikthen topin në loj. Dik, kemi tentim nga gjysmë distanca, tentimi i shkurtër, por Sare ka prekur topin e fundit. Huggins të kakten. Edhe njerë Huggins dalet, këthen topin tek McBake. Duhe 24 sekunda dhe sulmit e skuadrës P03. Landrum e gjenë dëbërtimin, blokohet Landrum nga Akten. Edhe njerë nuk po i shkojnë këto dëbërtime deri më tani. Një shojmë edhe njerë momentin. Blokad e pastër e Akten. Dhe ka vënjën Landrum, Sara Vranici gjua për treshe, nuk është sakt. McBake. Për 3 në anën tjetër, mendimën e tabelës nga qfar pozite arrin të realizën Gjena Deke, cila barazon rezultatin në 7-7. Landrum Sar kohet all free, realizoj para brakesh për 3. Sar 2 sekonda do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk arrin të realizon, marrin topin mysafire që nisën shpejt në kundër sulm. Kemi tjetër tentim për treshe, edhe një herë është sakt Gjena Dek, 2 treshe eksprese për të përmbysur rezultatin në 7-10. Mjafti nervëzuar, trajneri P03 ka kërkuar tashmë timeout, 4 minuta e 53 sekunda deri në përfundim të qerekut të parë të ndeshjes. Rikthehemi me njerë pas timeoutit. Tashmë 2 zëvendësime tek skuadra e PS03, vjen tentimi nga Toll Free. E patë treshen se si e realizoj në anën tjetër Huggins për të përgjigjur mbetet e vetmuar, nuk arrin të realizon. King e merr top. Në kundër sulm Selmani shkon deri në fund. E zëvendësoj Vranicin, ndërsa Landrum e la vendin për Joseph.
Huggins. Afër saj Toll Free, deri në fund nuk arrin të realizon. King. Dalet në gjysmë distancë, realizon. Jordan King për 14-10. Me shumë më tepër energji rikthehen në vashat e P03 në këto momente, por vjen treshja tjetër e Gjana Dik. 4, në fakt 3-3 është për 3 pikë, 4-4 nga loja, pika 11 nga 13 sa I ka realizuar Partizani. Gjana Catherine Dik në anën tjetër përgjigjet Sarr. Për 16-13, ashtu siç e potencova në fillim do t'jetë ndeshje shumë interesante, pam në kërë se çfarë huqje nga Akten plotësisht e vetmuar. Joseph në anën tjetër kthen topin tek Toll Free. Do të ndalet në gjysmë distancë, Toll Free nuk është e saktë, luftojnë për ato. Joseph e Toll Free nuk kuptojnë, humbin topin në vendaset mundësi për sulmin e skuadrës së Partizanit, top të cilin e humbin edhe ato. Gjashtëmbëdhjetë, 13. MC e ngusht pra e skuadrës së P03. King. Deri në fund vetë shkon King për të qelluar edhe një herë. 18-13. Pika e 4 të King, e cila I ka marrë dhe 4 kërcime dhe I ka bërë edhe 2 asistime. Akten. Presion në mbrojtje nuk arrin të dëbërton aty McBake. Gjana Dik e gjen dëbërtimin deri në fund, nuk arriti të realizon edhe një herë me autoritet në kosh. King fantastike kërcimin sa I pest. Sarr. Deri në fund Sarr arrin të realizon për 20-13, një seri e suksesshme pas time-outit të kërkuar nga banka e P03. Arrin të shkëputën në rezultat ekipi vendas, kur janë 2 minuta e 3 sekonda lojë deri në fund të çerekut të parë. Time-out tashmë I kërkuar në anën tjetër. Rikthehemi pas pak. P03 gjithsesi mbetet edhe një herë vetmuar ajo që nuk duhet të mbetet, kësaj radhe huqi Gjana Dik që tashmë nga qelluar 11 pikë. Në anën tjetër King nuk qellon, luftë për ato, Sarr kontrollon gjithçka, bukur tek Joseph e haruar nën kosh. Asistim fenomenal I Sarr për Joseph për 22-13. Vazhdon shkëputja në rezultat ekipit të P03. Gjana deri në fund nuk është saktë asaj radhe, filloi të huq pas që ishte 100% nga loja me ato 11 pikë të para. Në anën tjetër King fenomenale.
24 me 13 duke ju afruar fundit të çerekut të parë, po e shohim skuadrën e PES 03 duke u shkëputur, nuk qëllon Sara McBake për të përgjigjur, teksa e ndal kundër sulmin Semanjaku tek ekipi Partizanit. Në lojë është edhe Lala i kapitenja e skuadrës, teksa zëvendësim do të kemi tek PES 03 Sarre Lëvantin për Landrum. Landrum. King tek Joseph, afër saj është McBake deri në fund. Joseph eviton duelin 1-1 me McBaken për 26-13. Tek në anën tjetër nuk është i sakt. Mbetet 5-3 nga tentimet për 3 pikë, ishte 3-3 fillimisht. 26-13 sekondat e fundit të çerekut të parë. Koha personale ndaj Landrum. Në shohim edhe njerë duhet që është po Lala i kapitenja e skuadrës. Partizanit ajo që ka shkaktuar, ndërsa të kemi time-out të kërkuar nga është time-out i kërkuar nga banka e skuadrës PES 03. Në sekonda e 200 do t'jenë deri në fund të këtij çereku, 26-13 rezultati aktual. Pra në sekundat e fundit kërkohet all free, jo, topi të King, pa personale. Ne shohim edhe njerë momentin e personale se Semanjakut direkt shkoj në trup të King. Joseph rikëtan tek Landrum. Selmani do të zgjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk do të pranohen këto pikë. Përfundon çereku i parë 26-13, lojë më e niveluar u zhvillua në minutat e para, gjithsesi e pam skuadrën e PES 03 që mori iniciativën kur ishte 14-13, rezultati nisi Sarr atë serin prej 12-0 dhe tash më ka nëpërsi prej 13 pikëve ekipi vendas. I kthehemi pas pak me çerekun e dytë të kësaj përballje.
Rikthehemi me çerekun e dytë të ndeshjes. Në sulmi i pari takojnë skuadrës së Peës 0-3. Sar Mëtej që jenë Landrum, cila nga gjysmë distanca tenton nuk është e sakt. Semanjaku deri në fund, ndalet në personale nga Toll Free. Nuk i lejon pikë të lehta, gjithsesi do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. E qëllon gjuajtjen e lirë Semanjaku. Pikët e para të saj. Realisht ishin 11 pikë nga Catherine Dick, e më pas nga një Acton dhe Meg Bake, tashmë vetëm një pikë edhe nga Semanjaku. Nga 14 pikët të realizuara nga skuadra e Partizanit. Sar. Tek Selmani që gjuan, betet e shkurtër. Meg Bake e muri a top kundër sulm i Safireve. Higgins nga gjysmë distanca realizon pikë të para dhe të saj për këtë seri prej 3-0 të Partizanit. Sar. Në tepër pret lëvizjen e bashkëtarëve. Toll Free do të shkon deri në fund, arrin të realizon edhe një herë në super form duket Alexis Toll Free. 8 pikë të saj tashmë, Teti ka Sar e 6 pikë me 7 kërcime të asistime nga Jordan King. Erdhe në anën tjetër, Lalaj nuk qëllon nga gjysmë distanca. Landrum. King. Nga gjysmë distanca edhe njerë është sakt. 5-4 nga tentimet për 2 është King, pika e tetë e saj në anën tjetër. Blokade Sar, marrin topin në vendaset. Landrum, Sar, deri në fund, arrin të realizon. As nuk tentoj Sara Meg Bake të blokon. Duket që nuk do ta tenton këtë gjë me Sar sonte. Meg Bake është një nga specialitetet e saj, por ju edhe me qendrën gjigante të skuadrës Peës 0-3. Du të kemi zëvendësim. Selmani do të lë vendin për Vranicin. Teksa dhe Palko është në lojë tek skuadra e Partizanit. Landrum. Vranici. Landrum. Toll Free për 3 pikë dhe një herë është sakt Alexis Toll Free. 3-3 nga trishet. Pika 11, 2 lojtare tashmë me pikë 2 shifrore tek Pea 0-3, 35-18. Lojë mirë e pejaneve. Semanjaku nga gjysmë distanca qëllon. Që ka pasur shkelje të vijës. Nën kash nuk tregohen të vëmendshme vendaset të humbur si për ekipin Partizanit që ta shkrijen rezultatin. Bake. Shkon ai top tek Palko. Tani po Aida Palko deri në fund, nuk është e saktë. Sora Vranici e merr topin. Landrum. Toll Free. King. Tek Sar. E tashmë vjen blokada nga Meg Bake, të cilën e kërkova edhe më parë. Është ndër specialitetet e kësaj lojtare, e njohim mirë Sara Meg Bake-un. Ka luajtur diku 4 sezone në Kosovë, vjen tentimi për 3 pikë nga Lalaj, e cila nuk është e saktë, topi në duart e Landrum fal boksautit të mirë të King. Bukur ai asistim
i Landrum për Sara, e pam se si përfundoi topi në kosh. 37-20. Semanjaku ka Ljalajn. Palko mbetet vetë në gjysmë distancën tonë, nuk arrit të realizon edhe një topin në duar të Landrum. Vraniqi nuk arrin të qëllon Sara Vraniqi. Mbetet 37-20 e përsipër 17 pikëve PS03. Ljalaj 1-1 me Tolfri, nuk arrin të realizon. Kundërsojmë Tolfri, realizon edhe një herë Alexis Tolfri në flak sonte. Pika e 13 e saj, 6-5 nga loja. Vetëm një herë ka huqur në tentime për 2 Alexis Tolfri. Pas 13 pikëve të saj, 12 qendrës Sarë dhe ajo 8-6 është nga loja. 4 kërcime i ka marrë, 2 asistime i ka bërë. Loj fantastike e pejaneve të cilat tashmë kanë krijuar përsi prej 19 pikëve, 5 minuta e 24 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas time-outit. Presioni i ekipit pejan, topi vjedhur i Alexis Tolfri e gjen Landrum. Vetëm rezultat sa më të thellë po kërkon ekipi PS03, 41-20 tashmë. Ishte hapi vazhdueshëm dhe nuk e di, më referët ndoshta nuk e vrajtën, pasi tash e dim që hapi vazhdueshëm janë hapat. King nga gjysmë distanca në anën tjetër qëllon. Dek tek McBake, e cila tenton për 3 pikë, nuk është e saktë. Topi në duart e Landrum. Edhe më të gjithçka po ecën mirë për skuadrën e PS03. Landrum tek Sar nën kosh, vetë shkojnë deri në fund, e saktë edhe një herë pika e 14. Akten do të tenton për treshe, realizon. Akten për 45-25, tashmë kemi hyrë në 4 minutat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes. Sara Vraniqi për 3, nuk arrin të qëllon. Hagan se merr top. Në tjetër nuk ka pik, topi në duart e Vraniqit. King Tolfri për 3 pikë është era e parë që huq Alexis Tolfri. Ishte 3-3. Akten tek Palko, nuk shkon pasimi për McBake e vëmendshme. Jordan King në anën tjetër, Alexis Tolfri deri në fund, 15 pikë të saj. 27-25. Gjithçka mirë po ecën për ekipin vendas. Palko. Agans shkon pasimi Sera dhe tek McBake.
E fundit ka luajtur Sar, do të kemi zëvendësim të dy fisht. Branici e lo vendin për Selmanin, Joseph në vend të Sar. Palko. Akten, në njërë të Palko. Përfundoj 24 sekundat. Është hera e dytë kjo që po i ndodh dhe ekipit të Partizanit, po funksionon mjaft mirë mbrojtja e skuadrës P03. Landrum tek Selmani. Landrum. King nga afërsia edhe një herë është saktë e pandalshme Jordan King. 7-6 për dyshe, 12 pikë të saj, 3 lojtare me pikë dyshifrore tek skuadra e P03. Huggins në anën tjetër shini mbrojtjen e Alexis Tolfri. 3-1, Landrum deri në fund realizon edhe ajo pika e 4 të saj për pas 6 kërcimeve, 4 asistimeve, edhe pse ka pasur 7 tentime nga loja. Gjithsesi, kontribut të mjaft i mirë edhe i saj. Vetë rezultati po flet, s'kemi se çka themi për lojën e skuadrës së P03. 3 vim pikët nga McBake dhe po e shok këtu trajnerin Izzet Ismail, i cili nuk dëshiron që t'i lejon asnjë pikë të realizojnë në ekipin. Mysafir, Joseph nuk arrin të qëllon, megjithatë kërcen vetë merr edhe një herë topin. Do tjetë në vjen në gjuajtjes së lirë Joseph, e cila gjithashtu ishte para këtij tentimi 2-2 nga loja, 4 pikë të saj. Njëra e parë që huq, janë 2 të lira, pas 4 kërcimeve sa i ka pasur Joseph. Qëllon edhe në të dytën. E do të zëvendësohet kur është 1 minutë e 18 sekunda. Alexis Tolfri, fenomenale, definitivisht fenomenale. Sonte 15 pikë të saj, prej tyre 3 treshe. Disa minuta edhe për Elsa Shalën. Nuk e lejon vazhdimin e sulmit Landrum. Po shohim një skuadër të P03 shumë të organizuar, të përqendruar 100% në çdo moment pavarësisht tepërsisë së thellë. Gigantic tek Huggins. Akten Huggins. Tenton, nuk është e saktë, Selmani e merr top. King tek Landrum. King, Landrum, Joseph. Mbrojtje e ngjeshur, Landrum betët. Nuk arrin të realizon. Anila Selmani gjithsesi e merr top. King, kthehet tek Landrum. Edhe njerë King do gjuan për 3 pikë, është sakt. Jordan King, fantastike, sekundat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes. 56-27 është rezultati. Akten tek McBake do të gjuan në sekundat e fundit, nuk arrin të realizon, përfundon të ndëruar shikues edhe pjesa e parë lojë e menaxhuar plotësisht nga skuadra e P03. Thash vetë rezultati po flet, s'kemi se çka themi. 56-27 e bërsi e thellë në këtë çerek, 30-14. Alexis Tolfri me 15 pikë, 14 nga Sare,
15 pikë tjera i ka shtuar edhe Jordan King në anën tjetër, më e dalluara tek Partizani me 11 pikë është Gjana Catherine Dick. Rikthehemi menjëherë pas marketingut me pjesën e dytë.